Komuna e Tuzit organizoi kampin veror për fëmijët, i cili po mbahet në Vitoj, duke e filluar nga data 21 korrik, i cili do zgjas deri me datën 23 korrik 2021, duke e nisur në ora 18. Ky kamp për fëmijët e Malësisë dhe ata nga diaspora të cilët kanë ardhur me familjet e tyre për të kaluar pushimet verore në Malësi, po ju ofron një sër aktivitetesh argëtuese dhe edukative, si lojra në natyrë, eksplorim, eksperimentim dhe vetëdijësim për botën që ata i rrethon. Këto aktivitete po drejtohen nga një grup vullnetarësh, ku njëra ndër ta, profesoresha e gjuhës angleze Leonora Sinishtaj, na njoftoi mbi detajet e këtij organizimi. Faleminderit juve që jeni gjithmonë të gatshëm për të ndjekur çdo aktivitet që organizohet këtu në Malësi. Për sa i përket këtij organizimit, dua të falenderoj komunën e Tuzit, e cila është e gatshme gjithmonë na ndihmojnë. Kësaj radhe lindi ideja që t'i bashkojmë fëmijët. E dim se si ka qenë situata, jo me Covid, pastaj shkollat e mbyllura sa e sa kohë dhe u paraqit me vullnetarisht që t'u ndihmojmë. Është një kënaqësi me të vërtetë që të punojmë me nxënësa, me fëmijët e çdo moshe. Dhe thamë pse jo, të bëjmë diçka të re për Malësinë, për fëmijët, të shohim se si do të shkojnë. Në qoftë se dohen ata të kënaqur me ne, është e jona të vazhdojmë jo vetëm çdo vit, po dhe nësa nevojshme çdo muaj, por prapë thom ka punë aty, por që e bëjmë me qejf. Jo vetëm unë, por edhe dua të falenderoj edhe kolegen time, Gentianën, e cila gjithmonë është e gatshme të më ndihmoj, dhe vullnetarët tjerë të cilët janë paraqitur bashkë me ne. Atëherë neve kemi mësuar që ky aktivitet do zgjas 3 ditë me radhë, nga cila orë deri në cilën orë dhe sa është numri i fëmijëve i pranishëm pra në këtë aktivitet. Fëmijë janë paraqitur një numër mjaft i madh, duke qenë se thaç edhe më parë, është hera e parë, janë më shumë se 60 fëmijë, janë ndarë në disa grupe, me qenë se nuk e kemi pasur se nuk është e mundur t'i bëjmë gjitha aktivitetet, gjitha lojrat në të njëjtën kohë. Pastaj erdhi ajo ide që t'i ndam, mendoj se po shkon mirë deri tani, por prapë them do të shohim. Do të zgjasin rreth 2 orë, duke qenë se mendoj se mjafton se është edhe stina e verës, është nxehtë, pastaj gjithë janë në pushime, kanë aktivitetet e tyre, kanë obligimet e tyre, pastaj mendoj që është e mjaftueshme 2 orë. Çfarë aktivitetesh janë të parapara për këta fëmijë që ata natyrisht të argëtohen, të lozin, të shoqërohen e kështu me radhë? Jemi munduar t'i gjejmë lojrat, ato lojrat që ata i preferojnë më shumti. Duke filluar lojrat me tullumbase që keni mundësi edhe t'i shihni, pastaj kem vizatime, kem ballësim, kem këndim, ndoshta edhe dikush ndonjë talent gjehet, sot nuk dihet. Ka lojrat e ndryshme, pastaj do t'jenë edhe quizet në fund të ditës, edhe ditën e fundit kemi menduar ta bëjmë një quiz që të shohim se kush del fitues, cili grup. Janë edhe shpërblimet e cilat edhe komuna e Tuzit i ka përgatitur. Nuk mund t'i paraqes gjitha, se kemi edhe surpriza për ta, por prapë po them, kryesorja është që t'i bashkojmë fëmijët, të shoqënohen. Kemi edhe nga diaspora, i falenderoj gjithë ata prindë që i kanë lajmëruar, janë të mirë se pritur edhe të tjerët, mundet edhe pse është numër bajagi, po them prapë, por përsëri presim fëmijë, kush do ka qejf, kush do që dëshiron, mund të vinë. Natyrisht që nuk munguan as intervistat me të veçlit, të cilët po argëtoheshin me njëri tjetrin. Unë quhem Lara Jonçaj dhe jam 10 vjeç. Lara, si po kalon sot këtu? Unë po kaloj këtu shumë shkëlqyeshëm. Më thuaj, ke zënë në një shoqe apo shok të ri? Po, këtu kam shumë shoqe dhe shok të ri. Cila është loja jote e preferuar, apo më mirë të themi çfarë juve po lozni sot? Ne po lozim shumë lojrat të ndryshme dhe të gjitha janë lojrat më të bukura. Me ke ardhur ti? Unë kam ardhur me vëllain. Dhe ai gjithashtu është duke lozur? Po. Unë jam Agron Gojçaj dhe jam 9 vjeç. Agron, sot ke ardhur këtu në Vitoj, çfarë po ndodh këtu? Do më tregosh? Jem kaluar me shokë dhe shoqe dhe jena duke kënaqur. Cila është loja jote e preferuar deri tani? Loja ime e preferuar është ajo diçka me ballona dhe që do të më vun krye me lëviz. Ke njoftuar ndonjë shok apo ndonjë shoqe të re këtu sot? Po, kam njoftuar një shoqe edhe
Mos një tjetër. Tjetër do doja të pyesja me ke ardhur ti? Unë kam ardhur me babin, mamin, vllain dhe motrën, 3 kushërinet e mia, kushërinin tem, edhe hallën. Nga janë ata? Kanë ardhur nga Amerika? Po, Dhe si po kalojnë ata me juve, duke qenë se kanë ardhur për pushime këtu, po kënaqeni ju? po kënaqna shumë dhe po kalojmë ditë të mira. Vi Berishaj. Izabela Camaj. Sa vjeç je? 6. 8. Sot jeni në Vitoj, po lozni, po kënaqeni. Cila është loja juaj e preferuar? Mo po më pëlqen me lojë futball. Ndërsa ty të pëlqen të vizatosh? Po. Ke zënë në një shoqe të reja po shok të ri sot këtu? Po, unë kam zënë. Si quhen? Nikoleta. Ndërsa ti, ndonjë shoqe të reja po shok? Hello Nikoleta. Arian Prenkuçaj. Tadeo Junçaj. Anton Prenkuçaj. Sa vjeçar jeni? 8. 7. 5. Dhe si po kaloni sot këtu? Mirë. Çfarë ty po të pëlqen më së shumti? Lojat. Cilat lojra? Me ballona. Ndërsa ty çfarë të pëlqen? Futballi. Futballi. Shoh se edhe vizatoni. Vizaton dikush nga ju, cili vizaton? Ço e dorën? Kush vizaton? Vizatoni që të tre. Çfarë ke vizatuar ti? Nuk kam vizatuar hala. Do vizatosh më vonë. Ndërsa ti? Unë kam vizatuar Ilberin edhe Majmunin. Ti ke vizatu diçka? Lopën Ilber. Bravo. Keni zënë në një shok apo shoqe të re këtu? Keni njoftu ndonjë shok, shoqe? Po. Si quhet? Shoku apo shoqja? Tadeo. Tadeo në njeh, ke ndonjë shok apo shoqe tjetër? Jo. Jo, shok dhe shoqe tjera jo. Ti Tadeo ke njoftu dikë? Jo. Anton, ti ke zënë në një shok apo shoqe të re? Albin. Unë quhem Arion Berishaj dhe jam 7 vjeç. Arion, çfarë jeti duke bërë këtu? Unë jam të vizatuar Ilberin. Si po kalon sot? Shohim që janë grumbulluar shumë fëmijë dhe në mesin e tyre je edhe ti natyrisht. Dhe si po kalon? Po kalon shumë mirë. Cila është loja jote e preferuar? Loja e preferuar është me ballona që i kena pavunë e kryer. Do vish edhe ditëve të tjera? Po. Ke zënë në një shok apo shoqe të re sot? Jo. Por mbase ditëve në vazhdim, apo jo? Po.